Nuk rreshtohet. Ledion, më të roqë vëmendjen kur tha kemi ndaluar konfliktin midis Pakistanit edhe Indis, Izraelit edhe Iranit e freskët fare, por gjithashtu edhe një luftë midis Serbisë edhe Kosovës. E ka pasur fjalën për të shkuar në largët apo të tashmen? Unë kam shtypjen që dhe në Serbi ishin çuditur gjithë, sepse kam parë edhe media ose figura që janë kundër Vučićit dhe ata vetë nuk ishin çuditur nga fjalët e Donald Trump, sepse nuk duket se kishte ndonjë shans Serbia kohët e fundit të bënte në një gjë lidhur me Kosovën. Do të ka qenë bajska. Por mund të ketë qenë bajsa sigurisht, por unë mendoj që më shumë se ka pasur për marrëveshjen që bëri në 2020, mos gaboj ka qenë shtator 2020, marrëveshja Washingtonit që bëri mes Kosovës dhe Serbisë, e kombinuar kjo me të folur le të themi bombastike të parseshme të Donald Trump, që i merr përgjegjësitë vetë për çdo gjë që ndodh, kështu që besoj se kishte lidhje me të kaluarën dhe para disa kohësh ka thënë gjithashtu që bëm një zgjidhje çështjes së Kosovë-Serbi kur isha në pushtet ta, që kishte fjalën për marrëveshjen, pastaj Joe Bideni nuk e zbatoi dhe situata u përkeqësua, kështu do rikthehemi edhe një herë për ta rizgjidhur edhe një herë, kështu që nëse shkojmë kësaj logjike, më shumë se ka pasur fjalën tek ai ka zgjidhur herën e parë. Tani me që Joe Bideni në këtë vështrimin e Donald Trump nuk e zbatoi siç duhet të rikthehet edhe një herë ta zgjidhë edhe një herë për herë të dytë. Por nuk duket se ka pasur një shenjë thaj Serbia ka pasur në një qëllim të bënte në një sulm në veri të Kosovës ose në një grup paramilitar në veri të Kosovës. Nuk ka pasur asnjë shenjë për momentin dhe kur e thon këtë thash grupe që janë kundër Vučićit është e besueshme deri diku. Unë mendoj që ka qenë e lidhur me marrëveshjen që ka bërë në 2020 kur ka qenë Donald Trump në pushtet. E kuptova. Fitore në Pakistan me Indin, Pakistan-Indi, Izrael-Iran edhe Kosovë-Serbi. Po, me Ukrainën ç'do bëhet? Do të korri një tjetër fitore Donald Trump apo duket paksa e vështirë e pamundur? Kishte një gjë interesante, më dëgjova një moment, më duket ishte në avion kur tha që morin telefon Putini, më tha mos ke nevojë për ndim për Iranin. Dhe i thash që kam nevojë për ndim me ty, i thash, jo me Iranin. Shko, çështja e Ukrainës është çështje shumë e ndalikuar, sepse të dyja palët janë në një pozitë thuajse të barabartë, në kuptimin që asnjëra palë nuk është duke fituar plotësisht, ose asnjëra palë nuk është duke humbur në terren. Pra as Ukraina nuk është duke kapituluar, as Rusia nuk është duke fituar në mënyrë tërësore, le të themi. Mirë, territori e ka marrë. Sigurisht territori ka marrë, por nuk e arrin dot të japet goditjen përfundimtare se thuash Ukrainës ta fitojë luftën. Dhe Ukraina nga ana tjetër e ngacmon, por nuk është në gjendje të çlirojë territoret. Dhe në momentin kur situata është aty si mes dyja palëve, është e vështirë që palët të bëjnë kompromis. Pra duhet që njëra prej palëve të jetë në pozicion shumë të keq që të bëjë kompromis. Për shembull Izraeli dhe Irani kishin lehtë kompromisin se Irani u dërmua në luftë nga Izraeli dhe për Iranin e kishte më të lehtë të bënte një lloj kompromisi në Ukraina nuk është në një pozicion të vështirë edhe sepse ai është ndihmuar nga Amerika apo jo? Ukraina sigurisht është në pozicion të vështirë, por nuk është në pozicion të vështirë që të mund të kapitullojë për të njëjzuar. Dhe kjo e bën të vështirë për Ukrainën të bëjë kompromis. Pra nuk ka pse të japi në kundërshtim me Ukrainës, nuk ka pse të japi territorin që ka pushtuar Rusia. Dakor, por kjo zgjat konfliktin ama. Ose konflikti do arrijë në një pikë që do bëhet konflikt me intensitet të ulët. Në kuptimin që do vazhdojnë luftojnë me njëri tjetrin në vijën e frontit, me një intensitet të ulët, nuk do kemi më goditje bombardime të nivelit të lartë deri në këtë pikë, pas disa muajsh. Çfarë sjell? Dhe kjo sjell një konflikt të ngrirë. Pra nuk fiton askush, arrin barazim, si thuash, i shërben perëndimin për të dobësuar Rusinë, sepse Rusia ka filluar të ketë probleme ekonomike, ka pasur një forum në Shën Petersburg para disa ditësh kur mos gaboj ministri i ekonomisë tha që jemi afër recensionit, kemi pas probleme, kryetaria e drejtuesi e bankës së Rusisë gjithashtu tha që ka filluar të ketë probleme dhe në regjimin si ai i Rusisë kur pushteti fillon të thotë që ka probleme, do të thotë që problemi është më i madh se ai që duket. Sepse mundohen të përgatitin popullin për problemin që është duke ardhur. Kështu që dhe për Rusinë nuk është në situatë që nuk është kaq e lehtë lufta në Ukrainë. Sa më shumë zgjatet sigurisht ka më shumë mundësi ta fitojë, por ka dhe më shumë mundësi ta ketë më të vështirë në pamje ekonomike, në pamje burimeve njerëzore, sepse burimeve njerëzore në Rusi, shumica atyre që luftojnë sot për Rusën në Ukrainë janë vullnetarë. Nuk janë ushtarë, nuk kemi në fjalë. Janë vullnetarë që shkojnë, marrin një shumë caktuar dhe luftojnë, që bëjnë një muaj stërvitje dhe shkojnë luftojnë. Po të shkojnë shumë kanë parë emrat e atyre që kanë vdekur në Ukrainë ushtarë rusë dhe shumica atyre janë vullnetarë. Pra dhe shumica prej këtyre vinë nga rajone të vrarfra të Rusisë. Nëse ky burim njerëzor Rusisë i mbaron, le të themi, dhe fillojnë të vinë nga Moska, Shën Petersburgu në Novosibirsk, atë rritet problemi edhe për Putinin. Kështu që është një situatë e cila është shumë e ndërlikuar edhe për Donald Trump për ta mbyllur, sepse për të mbyllur lufta duhet të bësh kompromisa. Si Izraeli hoqi dorë nga një gjë dhe Irani hoqi dorë nga një gjë tjetër. Në këtë pikë. Nga çfarë hoqi dorë Izraeli? Izraeli sigurisht ka filluar të dhimbte dhe goditjet që bënte Irani nga raketat balistike. 2 raketat fundit balistike që kanë dërguar në Izrael kanë thyer mbrojtjen, kanë thyer bunkerët.
4 personat që kanë voditur janë vrarë ditën e fundit, ka qenë në bunker. 4 janë vrarë brenda bunkerit. Pra, edhe për Izraelin nuk ishte kaq e lehtë si thua nëse zgjate lufta. Në momentin ku ndodhet Rusia me Ukrainën, janë në pikun që asnjë për tyre nuk është gatshëm në kompromis. Pra parashikojnë që të zjas. Ndoshta me intensitet të ulët, por mund të zjas.